Po, e vërtet ambasadori Arab besoj se ka të drejtë kur thotë që pa strategji forca nuk është asgjë, duke u bazuar në kontekstin aktual dhe në faktin se në të gjitha sondazhet amerikane presidenti Trump është tejet i kritikuar edhe në opinionin publik amerikan për këtë luftë të vëllezur. Mos të harrojmë se gjatë dy mandatëve të tij presidenti Trump gjithnjë ka thënë dhe i ka fituar si mandatin e 2016-s, ashtu dhe mandatin e 2024 se ai nuk do të bëj luftë, mirë po do t'i rregulloj ato. Kur i rikujtojmë fjalët e presidentit Trump kur thoshte se do ta rregulloj çështjen e Ukrainës brenda 24 orëve. Po. Dhe fatkeqësisht ende nuk është rregulluar lufta Ukrainë-Rusi, nuk është ndalur. Dhe në Iran është futur po ashtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë futur pa një strategji kryesore, edhe pse ne e dim pak a shumë gjithnjë interesat gjeostrategjike politike të Amerikës, më së pari konteksti ekonomik, edhe vet ish ministri i punëve të jashtme i Francës Hubert Védrine thoshte që zakonisht amerikanët i kanë 3 pika kryesore kur e pushtojnë një vend të huaj. Interesat strategjike, gjeopolitike për Amerikën, e dyta interesat ekonomike dhe kjo e treta është eventualisht fundi i regjimit, mirë po fundi i regjimit është vetëm një pikpyetje shumë e madhe sepse fatkeqësisht nuk kemi fund të regjimit në Iran edhe pas gati 7 javëve tashmë luftë që është duke ndodhur aktualisht. Ndërkohë Trump ka marrë një vendim tjetër, zoti Ajrizi, ka marrë vendimin për të bllokuar nga ngushticën e Hormuzit. Çfarë do të thotë kjo? Dhe çfarë do të thotë kjo për apo si mund ta interpretojmë gjeopolitikisht këtë vendim të presidentit Trump? Çfarë kërkon ai të arrijë nëpërmjet këtij vendimi? Po, e vërtet që presidenti Trump është në një pozitë pa lakmueshme sa i përket imazhit ndërkombëtar, mirë po mos të harrojmë se ai nuk është një diplomat me përvojë dhe nuk është në natyrën e tij diplomacia, më shumë është biznesi dhe ekonomia, pjesë natyrës tij personale. Mirë po ka dëshirë gjithashtu siç është personaliteti i tij të jetë forca ajo që mbizotron. Mirë po duke u bazuar në kontekstin aktual, mbyllja ngushticës së Hormuzit dhe moshapja e tij dhe po ashtu kur presidenti Trump ka kërkuar, siç e dim, ndihmë nga vendet e BE-s dhe vendet e BE-s nuk vinin. Presidenti Macron thoshte që kjo nuk është lufta jonë, njëjtë dhe kryeministri Starmer britanik, po ashtu edhe kancelari Merz, gjithashtu gjithnjë kanë përsëritur se kjo nuk është lufta jonë, mirë po do të jemi prezent sa i përket karakterit mbrojtës të ngushticës së Hormuzit. Dhe në gjeopolitikë e vërtet që ngushtica e Hormuzit për dy kampet, si ato amerikane, si ato iraniane, është thelbi kryesor. Për iranianët është thelbësore, sepse ata posuan një humbje të lartë me vdekjen e gati pothuajse leadershipit të tyre, qysh nga eliminimi ditës së parë Ayatollah Ali Khameneit dhe liderëve tjerë ushtarak, garda revolucionare është dobësuar, leadershipi i tyre është dobësuar nga sulmet amerikano-izraelite, mirë po regjimi është ende aty. Dhe kjo për opozitën iraniane dhe për pjesën tjetër përbën një sfidë shumë të madhe. Kurse ngushtica e Hormuzit e vërtet që është mbetet loja kryesore e dy palëve, si presidentit Trump ashtu edhe regjimit të ajatollave të Iranit. Por ky vendim mund të çojë, dhe këtë nuk e dim, mund të çojë ky vendim në një përplasje me Kinën, sepse siç e dim
Kina ka një marrëveshje dhe këtë pak a shumë ka deklaruar në qëndrimet e saj të deritanishme, një marrëveshje me Iranin për cilën ajo është e përgatitur që ta respektojë deri në fund. Pra, a mund shkojmë drejt një përplasje të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës pikërisht në ngushticën e Hormuzit? Kina e vërtet që nuk është në natyrën diplomatike kineze që ata të futën në lojra luftës, sidomos geostrategjike të arbeqve të tyre, dhe zakonisht Kina futet në lojë vetëm në karakterin ekonomik, dhe zakonisht futet në lojë pak a shumë kur çdo gjë mbaron. Sepse nuk është, mos të harrojmë se Kina po ashtu e pret eventualisht që ta ketë një invazion dhe ta sulmoj Tajvanin. Shumë strateg, geopolitolog mendojnë se Kina në një të ardhme do ta sulmoj Tajvanin, mirë po vetëm ta pret momentin e duhur. Dhe aktualisht kjo lojë geopolitike dhe luftra në lindjen e mesme mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kina është duke vëzhguar me një sy të ndoshta për ta është të jetë pozitive që të mos jenë pjesë kryesore e luftës, por të jenë pjesë kryesore karakterit e doktrinave geostrategjike, ekonomike që do të vinë të ardhmen. Për të përgjigjur në pyetjen e juaj se a do të hynë në lojë Kina, është me të vërtet vështirë për ta parashikuar duke u bazuar se Xi Jinping shumë herë ka theksuar se për Kinën nuk ka asgjë që të kërkoj në lindjen e mesme aktualisht, vetëm kërkon që vendet që suvereniteti i lindjes së pak më herët Kina kërkonte që suvereniteti i shteteve të lindjes mesme të respektohet, mirë po deri më tani Kina e luan lojën e diskrecionit diplomatik që ajo ta pret eventualisht që në të ardhmen të ketë një sulm ndaj Tajvanit. Ndërkohë, nga ana tjetër, në Liban vazhdon përplasja midis Hezbollahut edhe Izraelit, ka edhe një përpjekje për një negociat për një paqe të Izraelit me Libanin të negociuar nga Washingtoni. Si e vlerëson situatën midis Izraelit dhe Libanit? Po kjo është me të vërtet një situatë shumë e përshkallëzuar, duke u bazuar se Izraeli, siç e thatë dhe ju, vazhdon sulmet ndaj Hezbollahut dhe vendet kryesore, pothuajse 17 vende, sapo erdhi lajmi që Franca dhe Britania e Madhe e kërkojnë që dialogu diplomatik në Washington mes Izraelit dhe Libanit në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ta marrin një oportunitet shumë të rëndësishëm dhe ta shfrytëzojnë këtë rast, thoshte presidenti Macron edhe para disa dite, që të ketë me të vërtet një arpushim sa më të shpejt mes Izraelit dhe Hezbollahs, por Hezbollah nuk merr pjesë në këto bisedime. Dhe Naim Kasem e kishte thënë se këto bisedime nuk do të kenë as pak lideri Hezbollahs, as pak sukses pa prezencën tonë. Dhe Libani është i zhytur në një kontekst lufte dhe sidomos vendet si Franca, për shembull Franca ka një raport shumë të madh me Libanin, është një vend frankofon dhe për shembull një ish ministre e kulturës e presidentit Macron është duke udhëhequr gazetën kryesore L'Orient le Jour. Rima Abdul Malak është drejtoresha e gazetës kryesore L'Orient le Jour në Beirut dhe ajo shumë herë është në mediat franceze duke konstatuar gjendjen tragjike dhe vdekjen e
mira civil, e qindra civilve çdo ditë në Beirut dhe në pjesën jugore ku gjendet Hezbollahu, mirë po a do t'i arrijë kryeministri Netanyahu qëllimin e tij që ta eliminojë me të vërtetë Hezbollahun nga skena e lindjes së mesme me forcë. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe, sepse deri më tani nuk ka arritur kryeministri izraelit që ta eliminojë Hezbollahun me forcë, mirë po.